Mirë se vini miq në Real People, takohemi edhe sot bashk, një tjetër episod ku do të bisedoj me një personazh të vërtet. Historia më ka sugjeruar nga ju në rrjetet sociale, prandaj ju ftoj gjithmonë të më shkruani në faqen time, po edhe në faqen e Real People Bar, Flori Gjini dhe Real People, për histori që duhet patjetër t'i intervistoj dhe t'i tregoj. Do takoj Nazie Palushim, jam fshatin Kasall, është një fshat që nuk e kisha vizituar më përpara. Ka shumë gjelbrim rreth e rrotull, po dhe rruga është e pashtruar. Uroj që mos na uroj që gjithë intervistat na shkoj paq edhe mirë, megjithatë kjo rrugë është e vështirë për tek shtëpia e saj. Më ka dalë para djali i biri Juersi, i cili është 10 vjeç, sepse Nazia jeton vetëm me 2 fëmijët, pa bashkëshortin. Bashkëshorti i ka ndruar jetë përpara 4 muajsh. Shkojmë, intervistojmë dhe detajet i marrim rrugës. Ju prezantoj me Juersin. Juers, sa vjeç je ti? 9. Po ti më the 10? 9? Kur u bën 10? 16 prill. Po të me thënë ti sa i pas ke bërë 9 vjeç? Po, i për 10. Bravo. Si shkon me shkollën? Mirë. Je i sigurt? Se do marrë zyshën? Po. Mirë apo jo mirë? Nga 1/10? 5. Po se 5? Ku e ke shkollën ti? Ku e bën shkollën? Në Tapiz. Në Tapiz e bën atje, poshtë? Hajde, shkojmë. Kush është e shtëpia? Eja Nazia. Si e? Si e kalon? Mirë. Këta e ndjemë të mi, gjerimit. Qofshin me jetë. Ti si ke qenë me shëndet? Mirë më thonë. Tani kjo është shtëpia apo është kjo? Kjo është shtëpia ime, ku A, banoj. kjo është shtëpia, po kjo? Ajo është e kunati. Okej, do me thënë ju ndani hapësirën. Po. Okej, mirë. Futemi, dorim pak jashtë apo? Po të dëshironi. Ta bëjmë Ishte inter- më mirë brenda, po më mirë brenda Okej, se nuk dua super. që... Hajde. Tani, Juersi është djali jot i madh, se do më prezantosh një herë. Juersi është djali i madh. Po, kjo e djeli mi ma. Okej. Ky të ka bërë 9 për herë të parë, ë? Po. E pyeta pak për mësimet, si shkon. Edhe më tha që si ishte në më të mirën e vet. Mundohet deri diku. E kritikon ti apo? Edhe e kritikoj, me thënë drejtë. Po pse? Sepse dua që të bëhet dikush në jetën e vet. Nuk dua që të shkilet me këmbë, me thënë drejtë. Dua që ta kuptoj me sa vujtje kemi rritur në të dy, pavarësisht se shoqëri nuk ndodhet më këtu pranë nesh. Në kuptoj. Çfarë do kishe qejf ti të bëj, Juersi? Unë do kisha pas shumë dëshirë që ai të ishte bërë pikë parë një djalë shumë i mirë, me riparime të mira, që edhe njerëzit ta kujtoshin nëpërmjet babait të tij, ta kujtoshin që ka lënë një djalë shumë të mirë. Mbas babait të tij, se mbas babait unë kam Juersin. Tani, kujt i ngjan Juersi më shumë? Juersi, me thënë të drejtën, i ngjan më shumë babait të vet. Sheqerit? Po. Me sheqerin ka më shumë, ka marrë më shumë, ë? Po, po. Po i vogli? I vogli është te gjyshja, është andema tanë ke gjyshi. Jo, e kam fjalën kujt i ngjan. I vogli më shumë nga ana ime, me thënë drejtë. Okej. Do të thënë e keni ndarë, ë? Juersi nga ana babit, ai tjetri nga ana jota. Tani këto janë punë të Zotit, nuk ose i kena bënë ne me Po kështu. mirë, e diun që punë të Zotit janë, po për të kuptuar dhe unë më shumë. Juersi është të mbështetë? Është ndim për të? Po, është një ndihmë shumë e madhe. Edhe në momentin që shikoj Juersin, deri diku harroj dhimbjen që kam për shoqërinë. E kuptoj. Sepse i ngjan shumë. Po mirë, ti më thuaj që jeton këtu. Po. Tani, kjo nuk është Këto kam kushtet, me thënë të drejtë, këto janë kushtet. Nuk ose janë kushtet, me thënë që duhet që të jetojnë fëmijët mi fjalë. Dua që sa do pak mi fjalë, diçka e vogël, maksimumi edhe një dhomë sikur të ishte, vetëm që unë të isha sa do pak e lumtur me 2 fëmijët e mi. Po, ti ku fla? Aty është dhoma. Këtu është dhoma? Po, E kuptoj. është edhe i dhoma aty. Okej. Po tualeti? Tualeti jo këtu.
A pse ky tualeti është akoma kështu si jashtë? Po, kështu s'ka mundësi kena pas, a kupton. E kuptoj.